Ju thamë edhe djetë ndëruar shikues edhe sot që vërtet është një thirrje e policisë së Kosovës që të kemi kujdes për shkak të këtyre ngritcave që i kemi aktualisht në vendin tonë, edhe që siç na tha edhe Besim Aliu më herët që kanë me vazhdu, pothuajse edhe disa ditë kanë me vazhdu me pas temperatura të ulta edhe minus 13-14 gradë Celsius në javën që vjen, kështu që vërtet rreziku është aty, e dim që duhet të kemi pajisje dimrore, por mandej nuk mjaftojnë veç pajisje dimrore, duhet të kemi kujdes të shtuar në trafik. Pikërisht për këtë flasim me Muhamet Krasniqin nga Kolegji Tempulli, profesor aty, edhe na tregon më shumë se si duhet të kemi kujdes, si duhet të ruajmë edhe çfarë duhet bëjmë vërtet si shofer, si vozitës, edhe si në raport me veten, por edhe me të tjerët që janë prezent në trafik. Mirëmëngjesi, Muhamet. Mirëmëngjesi, Agron, mirëmëngjesi për gjithë Mirë se erdhe, faleminderit që erdhe. Faleminderit edhe për juve që keni zgjedhur për me diskutu këtë temë, për shkak se është prezente kushtet e vështirësuara atmosferike, sikur se thatë edhe vetë. Edhe është njëna prej periudhave më të rrezikshme gjatë gjithë vitit, domethënë këta muaj të sidomos dhjetor, shkurt, edhe gjë që do të thotë se duhet të rrisim fokusin për qëndrueshmërinë në rrugë dhe vigjilencën secili prej pjesëmarrësve në trafikun rrugor. Nuk janë të rrezikuar vetëm shoferët, por janë të rrezikuar edhe këmbësorët, me fjalë tjera është i rrezikuar secili prej pjesëmarrësve në trafikun rrugor, për shkak se rrugët i kemi shpeshherë edhe pse nuk duken fshihen shtresa të ndryshme të akullit, të cilat të rrezikojnë sigurinë në rrugë. Domethënë sikur se thatë ju në fillim që duhet i kemi gomat, as sa duhet jetë i përgatitur automjeti, duhet jetë i përgatitur edhe shoferi. Absolutisht. Domethënë se për shkak se tash po kemi këto tipet e reja të automjeteve, po blen automjetet e reja dhe ne nuk pe njohim kerrin, nuk pe njohim automjetin. Gjë që do të bëja një thirrje që secili prej atyre që ka automjetin e ri, le ta provon jashtë rrugë pak sistemet e sigurisë të automjetit, le ta provon jashtë rrugë pak se si është me gra kerrit kur ka bor në këtë kohë, dhe jo të dalë në rrugë publike bashkë me pjesëmarrësit që janë trafikun rrugor dhe aty ta provojë ta testoj automjetin. Okej, mirë shumë që e përmendë këto. Ne çka duhet ta testojmë automjetin? Po, sidomos sistemi i sigurisë, për shkak se ne nuk e dim çfarë sistemi i sigurisë kemi. Si ka me reagu. Dhe ideja është saktësisht. Ideja është që të familiarizohen sadopak me automjetin e tyre, me veturën e tyre dhe jo atë ta provojnë në rrugë. Nëse bëjmë kështu një analogji me kushtet e verës, kjo është njëjtë sikur se frenin e dorës ta provojmë në rrugë publike gjatë verës dhe shkakton të lëvi dhe jo në hapësira ku nuk pengojnë zhvillimin e trafikut. Ne pikërisht për këtë i bashkohemi si institucione me qenë se barë si aktiviteteve kësaj radhe të këtyre fushatave të cilat do të rezultojnë me këshilla, me rekomandime, me udhëzime për një siguri më të madhe të qytetarëve në rrugë, sidomos kur janë në rrugë. Okej. Nëse po shohim rrodhazi, nëse mund të kalojmë te fotoja paraprakit, te posteri paraprak. Edhe ishin 7 këshilla apo për ngasje të sigurt në rrugë. Po kjo 7 këshilla kemi zgjedhur kështu një simbolik që java ka 7 ditë, pastaj kemi 4 grupe të thirrjeve që i bën që një muaj ka 4 javë dhe përderisa siguria është çdo ditë. Domethënë çdo ditë të javës, çdo javë të muajit dhe çdo muaj të vitit, ne duhet jemi të përgjegjshëm në momentin që jemi në rrugë, për shkak se siguria fillon me Okej, andorim pak tek këshillat specifike, pra tek këto 7 këshilla. Se nga këtu s'po e shoh, kështu që na shpjegoj. AMRKS-ja është barci këtyre aktiviteteve, ndërsa partnerë akademike kemi Kolegjin Tempulli dhe partner shkencëore kemi Institutin për Siguri Rrugore dhe Ulëmtime në Transport. Mbi bazën e këtij partneriteti ne kemi arrit, nuk janë këto këshilla që ne kemi menduar, po janë këshilla që bazohen në standarde ndërkombëtare dhe sidomos në organizatën botërore të shëndetësisë që ju bëhet thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafikun rrugor për një siguri më të madhe në rrugë. Sa për informacionin e shikuesve duhet me pas parasysh që diku 1/4 e krejt aksidenteve na ndodhin në kushtet dimërore. Domethënë kur kemi aksidenteve të përgjithshme, sidomos kjo është në Amerikë, po ashtu edhe në shtetet skandinave, ndërsa më pak tek rajoni jon. Domethënë 1/4 e aksidenteve është numër shumë i madh, që këto aksidente po na ndodhin kanë si pasojë e prezencës së borës, akullit, shirave të ndryshme, me fjalë tjera prezencës edhe të ujit në rrugë. Ne u ballafaqum Kosova në disa komuna tash edhe me vërshimet që patëm si pasojë si faze para fillimit të rreshjeve të borës. Gjë që institucionet e bën më të mirën të mundshme, mi po prapë nevojat e qytetarëve ishin më të mëdha për evakuim. Dhe këtu jo, para se shkojmë te evakuimi, se kemi edhe këtu nëse mundesh
me mirë shumë, mirë se tash kam pamjen më të mirë. Okej, pra me kontrolu automjetin para nisës, po, ideja këtyre thirrjeve ka qenë që ndaras ju kemi bërë thirrje nga të automjeteve shoferëve dhe ndaras ju kemi bërë thirrje këmbësorëve, pse edhe këmbësorët rrezikohen për sigurinë. Domethënë është që të rregullohet së pari automjetit për shkak se distanca e frenimit pastaj është më e madhe, koha e reagimit është më e vogël. Sa do ta mbajmë distancën tash në rrugë, në këto rrugët e qytetit? Në këto rrugët e qytetit distancën duhesh me majtë për me ditë kështu gjithmonë për aq sa mundesh me ndalue automjetin. Do të thotë kushtet e rrugës këtë distancë e rrisin, domethënë kjo distancë është më e madhe për shkak se nuk mundesh me nal kerrin kur dush, se janë kushtet atmosferike të cilat të diktojnë se kur duhet të frenosh dhe si duhet të manovrosh. Domethënë është shumë e rëndësishme kjo që ne të kemi kujdes për sigurinë tonë dhe për sigurinë e pjesëmarrësve në trafikun rrugor. Ktu shihet një rrugë me borë në të dy anët dhe është shumë e rëndësishme që mos bëjmë manovrime të panevojshme në rrugë, sa më pak të përdorim frenimin dhe ngasin e vrotshme, nisjen me nxitim, domethënë, për shkak se kushtet e rrugës na diktojnë shpeshherë se si duhet, në çfarë tempo, në çfarë stili të ngasis ne duhet të përdorim. Domethënë është kjo është ajo që pak më herët e biseduam para. Kjo është fotografi e bome nga ti. Po, një fotografi nga unë, mbrëmjen në muzgun e djeshëm. Mos na akuzo për vjedhje drejt autorit. Jo, unë saktësisht e kam bë, kjo është tek shkolla fillore në fshatin Grashtic. Domethënë, ja si kemi këto rrjedhat e ujit. Që ky ujë dikur shndrohet në akull. Dikur shndrohet në akull. Kjo është ideja pse solla këtë fotografi. Kjo është një prej situatave më të rrezikshme në rrugë, për shkak se është goxha mashtruese për shoferët, sepse ata mendojnë që po hyjnë në hapësira të ujit, domethënë ku ka ujë, a faktikisht para dhe pas kësajna ka akull, krijon stresa të akull. Po, kjo është një teporze. Dhe çka është shumë e rrezikshme në këtë rast është e rrezikshme për shkak se ky ujë për disa qindra metra para dhe pas hyrjes shndrohet në akull. Veçmas është e rrezikshme në orët e mbrëmjes dhe në orët e hershme të mëngjesit. Është më pak e rrezikshme, edhe pse unë pas dje kamionët pastronin rrugën në atë moment që bëra këtë fotografi, mirë po e pash ishin 3-4 segmente rrugore në 10 kilometërshin prej qytetit të Prishtinës që ishte me këto prezenca të ujit dhe me thjesht me shtresa të akullit, gjë që është shumë e rrezikshme. Unë pash edhe një thirrje sot në mëngjes të trafikut urban, i cili mund të tregoj që mund të ketë vonesa dhe mund të ketë edhe reduktime të disa linjave, dërsa këtu do t'i thresja gjithë të kanë kujdes. Këtu është thjesht një komsor. Para se të shkojmë te kjo, a kthejmë edhe një herë te fotografia paraprake te kjo e rrugës me atë shtresën e ujit që dikur se drameti. Kjo është shumë e rrezikshme. Thjesht ulim shpejtësim. Thirrja ime do të ishte që aq sa është e mundur të eliminojmë krejt përdorimin e automjeteve, për shkak se jo të gjithë shoferët janë në harmoni me automjetin, janë të familarizuar sa duhet me automjetin, aq më pak me segmentet rrugore, mirë po kur është i domosdoshme të mirët automjeti. Pra në këtë rrugë duhet të lëshohemi me shumë kujdes. Duhet të ulim shpejtësinë para se të hyjmë në këto hapësira kështu me ujë, ku është prezenca e ujit, sepse ne nuk e dimë agrona uji është akull. Dhe përderisa je në akull nuk ke kur gjë në dorë, domethënë thjesht është çështje dëshirash që ta kalosh sa ma lehtë atë rrugë, për shkak se nuk mundesh me marr asnjë. Çfarë duhet të bëjmë me frenin në këtë rast? Nuk duhet të frenojmë. Gabimi më i madh është që ne frenojmë. Më i madh, dëgjoj, ajo vjen si instinktivisht vjen ajo, domethënë ke hyrë në akull ti e prek frenin edhe freni ty largon për rrugës. Nuk është ndonjë që më thon ka humnera poshtë apo majtës apo djathtas, mirë po mundësit janë për të larguar me një nga rruga. Fati më i madh është që ky segment kishte ndryshim, të paktën ishte ndriçuar për gjatë zonës së shkollës. Ama ai reflekton ndryshimin e rrugës, reflekton po sido që e jap një siguri. E jap një siguri se rruga është e dukshme. Edhe kur është e dukshme rruga, më lehtë është për me pas logjik për me vepru. E ki të paqartë nëse nuk e ke si informacion nëse është shtres akulli ose është ujë. Se edhe në ujë është reflektimi i njëjtë i dritës. Saktësisht. Edhe kjo është një prej situatave të rrezikshme që mund të hasim edhe nëpër qytet, po edhe në rrugët jashtë qytetit. Çka është e rëndësishme? Është e rëndësishme që ne të jemi të kujdesshëm, bukfalisht, jemi të kujdesshëm
të ngadalsojmë shpejtësinë e rrugës dhe më nuk janë në pyetje shenjat e përkufizimit shpejtësisë, po janë në pyetje kushtet e rrugës. Do të thonë absolutisht, do të thonë ne duhet të jemi strikt në veprimet tona. Aty mund shumë të 10 orë, po ti s'mund ta. Po ti duhet të 30 orë, 20 orë. Do të thonë duhet i respektojmë kushtet atmosferike të rrugës. Orët e hershme të mëngjesit, orët e mbrëmjes janë më të rrezikshme. Pastaj kjo vlen njëjtë edhe për këmbësorët se le duhet të jenë. Shpeshherë i shohim ne për shkak të motit i fusim durët në xhepa. Okej, apo kalim te këmbësorët po. Po, kjo te këmbësorët i fusim durët në xhepa dhe ajo ta hup ekuilibrin edhe të ecjes dhe në rast të rrëzimit, domethënë i ke durët në xhepa, nuk ke se si të mbrohesh, domethënë durët janë thjesht për me një tip balanci në ecjen tonë. Hapa duhet të jenë të vegjël, sa më të ngadalshëm, jo të shkohet me hapa të mëdha, jo të ecet shpejt, për shkak të pasigurisë që mund të shkak të ecja. Pastaj edhe kjo dukja natën, sidomos duhet jemi me tesha, me rroba me tesha që janë më të dukshme. Kjo vlen edhe për nxënësit, sidomos kur shkojnë edhe vinë në shkollë, për shkak se ecin buzë rrugës dhe shpeshherë nuk janë të dukshëm, apo mund të ndodhë që trotuarët janë të zëna dhe ata do të detyrohen. Që është kjo situatë e zakonshme në rrugët tona të qytetit. Sidomos nëpër qytet, dhe kjo pastaj rrezikon sigurinë e tyre në përgjithësi. Do të thonë problemi apo preokupimi ynë nuk ishte vetëm shoferët, se si dështjet ata janë pak të mbrojtur nga vetë kerri, nga vetë makina, mirë ko preokupimi tjetër ishte edhe se si të mbrohen edhe qytetarët, po që këmbësorët. Ndërsa përveç kësaj kemi edhe rastin tjetër kur kemi bërë edhe thirrje përmes të disa udhëzimeve, këshillave, secila prej këtyre ka simbolikën kështu sikur se po shihet nga shtatë, për shkak që do t'ishte ideale që të paktën një këshill brenda ditës ta kuptojmë dhe 7 këshilla brenda javës ne do t'jemi të sigurt gjatë gjithë javës. Në kushte kur kemi prezencën e shiut, kur kemi prezencën e ujrave, jo vetëm të shiut, për shkak se shpeshherë si pasojë të rreshave atmosferike i kemi disa pellgje që na krijohen nëpër rrugë dhe me javë të tëra ato mund të qëndrojnë. Situatë që e kemi pas aktualisht tash ato janë shndruar në akull po. Dhe ajo shndrohet në akull, këtë desha të them, dhe është e rrezikshme për. Ama edhe si pellgje është, ato janë shumë të rrezikshme. Janë të rrezikshme. Ato ku krijon si gropa uji, si po se ajo për një moment kur futesh në ujë ajo e krijon atë shkëputjen e rrotave me asfaltin. Dhe për një moment të duket se je nga automjeti në anije dhe ajo është e rrezikshme. Këtë të pyeta më herët edhe i kam pa disa video dhe të pyeta thasha është e vërtetë. Është plotësisht e vërtetë. Bartet vetura komplet, si më thon nga ai nëse je në shpejtësi të ulë, sidomos nëse je në shpejtësi më të madhe. Në shpejtësi të madhe ajo krijon një farë shkputje. Është shumë e rrezikshme dhe në ato momente janë qindrat sekondës, janë sekonda në pyetje. Mirë po njeriu e humb balancin, edhe e humb edhe kontrollin mbi automjetin sepse je në një situatë e cila sapo ndodhi. Dhe në ato raste vetëm duhet të mbahet timoni drejt edhe rrugës ku je. Kjo është me rëndësi, për shkak se mund ndodhë që kur të futesh në pelg nuk shef as përpara për shkak se të ujrat të binë në Unë isha para disa ditë, a ditë që ishte, si thon, ai shiu i madh, shiu i rrëmbyshëm, edhe një kamion i madh erdhi edhe ma gjujti ujin komplet kështu, edhe po situata të rrezikshme. Absolutisht shumë e rrezikshme. Si thon, edhe ato nuk fshirësit e xhamit nuk kryen punë, gjithaj ujë që u hall. Ajo është thjesht nëse je në rrugë të drejtë tash, thjesht me mbajt timonin, edhe siguria dhe të shtrëngohet timoni, jo të qysh e mbajmë në lehtë timonin, për shkak se ajo mund të largojë nga rruga, jo këto ujë që ka ardhur nga ai kamioni që the, po thjesht mos përqendrimi jo në ngasje, ajo është e rrezikshme. Dhe janë situata të cilat të ndodhen dhe jo të gjithë, kjo sidomos është e rrezikshme për shoferët fillestar, për shkak se jo të gjithë e kanë marrë patent shoferin ose kanë krijuar gjatë motit me borë, shi e tjera, po i kanë marrë kryesisht kushteve të verës dhe ata janë më pak të ekspozum në këto kushte atmosferike. Mirë po, policia e Kosovës ka bërë thirrje si dhe institucionet tjera, thjesht qytetarët duhet janë të përgjegjshëm dhe ti dëgjojnë këto thirrje, ti marrin seriozisht këto thirrje, se fundja këto thirrje u bëhen pjesëmarrëse në trafikun rrugor, që të janë të kujdesshëm. AMRKS-ja për çdo vit, qysh tash shumë vite,
bën fushatat e tilla vjedisuese, e tilla është edhe kjo fushatat në të cilën veç po hymë, kemi emërtuar siguria fillon me ty, për shkak se faktori njeri është faktori kryesor i rritjes së sigurisë apo uljes së sigurisë në rrugë. Domthonë gjithçka fillon prej neve dhe më pas prej automjeteve, mirëpo njeriu është ai i cili e kontrollon e vlerëson automjetin sa është në gjendje teknike të mirë për të marrë rrugë me të apo jo. Do me thonë aty tek fushatat duhet të jemi shumë të sigurt që të kemi karburant të mjaftueshëm, duhet të jemi të sigurt për shkak se kolonat e bëjnë të veten. Do me thonë ne shihojmë atje rezervuarin, aq se 20 kilometra bën, po 20 kilometra ti kemë marrë ndezën automjetin se jeni në kolonë për shkak kushteve atmosferike. Pastaj kur fillojnë në mëngjes sidomos të ngrohet kërë jo sikur ajo ngrohja tradicionale me minuta ton, për shkak se sistemet kanë ndryshuar tash, janë pak minutat që duhet të ngrohë automjetin përderisa i largojmë borën jashtë, jo tash mulëm i ngulojmë aty në automjet që ka ndodhur përpara ka qenë kështu. Kështu përpara ka qenë. Për shkak se tash shihen edhe ndikimet që bajnë dotja automjetit sa më gjatë, prandaj tash automjetet e reja e kanë këtë kufizimin e semaforë ndalet të automjetit, thjesht për me kursy ambientin, për me mbajt ambientin më të pranueshëm në kuptimin e ndotjes. Dhe pasi të nxehet automjeti, pasi të pastrohen gjamat atëherë të merret rruga. Dhe jo ne e shohim shpesh në qytet, sidomos në mëngjes, e qelin kështu një farë shpellë të vogël, sa syt në po, dërsa anët nuk sheh kur gjë. Ai atë hapjen e bën për me pa vetëm përpara, mirë pa i harron që ka me hyrë në përkryqje, po. Absolutisht, ka me pa anësh as mrapa. Kjo rrezikohet, domethënë, ai rrezikon veten edhe pjesëmarrësit janë Këto e dim që s'duhet, po ndonjëherë kemi bërë këtë shkelje. Po është bërë më herët, por tash është rreziku shumë i madh. Për shkak se përpara ka pas një segment rrugor veç drejt me shku deri në Prishtinë Tazën. Edhe s'ka pas dhe një hymje qytetit muaj ta zgjatur. Po s'ka dashur ato. Ndërsa tash është krejt një situatë krejt tjetër. Pastaj duhet pa kështu në kuptimin, këto janë këto ndryshimet, statistikat, siguria rrugore, nuk duhet pa vetëm brenda ditës në dita, mujve në muj, po këto duhet pa në vite. Jemi të lumtur që Kosova nëse krahasojmë me 2015 që në 2025 jemi dukshëm më mirë sa i përket sigurisë rrugore dhe pothuajse kemi arritur statistikisht më pak raste. Po, më pak raste, domethënë për këto 10 vite ne kemi përmbushur si Kosovë objektiven, gjysmën e objektives së dekadës së veprimit 2020-2030 për uljen e 50% aksidenteve në trafikun rrugor. Domethënë në fillim na është dukur që është e pamundshme me ul 50% për gjysmë pas më pak aksidente, po ja që aksidente me fatalitet, po themi aksidente në përgjithësi, po aksidente në përgjithësi, ndërsa në këtë dekadën e veprimit merren parasysh aksidentet kryesisht që janë me vdekje, për shkak se ne ashtu e kemi marrë pikën referente dhe na bie që kemi diku 24% me thënë më saktë 2015-2025, që është një krenari kështu ta quaj kombëtare, institucionale dhe shoqërisë që kemi arritur të përgjysmojmë numrin e aksidenteve në trafikun rrugor. Edhe pse një aksident i vetëm në jetë humbur natyrisht që është jashtëzakonisht edhe humbje shumë e madhe për qytetin, për familjen, për shtetin dhe për gjithë komunitetin atij apo asaj që kanë njohur. Mirë, kemi domethënë një trend pozitiv të uljes së numrit të aksidenteve nëse krahasojmë me 2015-2025. A është e mjaftueshme kjo? Absolutisht që nuk është e mjaftueshme, nuk duhet të ndalem sidomos institucionet që kanë mandat ligjor siguri në rrugë, po dhe ne si shoqëri, si komunitet, duhet bëjmë përpjekje që këtë numër t'i arritim këto targete, këto objektiva që janë të dekadës veprimit të OKB-s. Kosova qëndron mirë, do të thoja, në raport me shtetet në rajon. Infrastruktura rrugore është ajo që është, kemi disa mirëmbajtje shtesë në qytet, cilat lënë për të dëshiruar në kuptimin e funksionalitetit të tyre. Rrugëve, trotuareve. Rrugëve edhe trotuareve. Se ndoherë ka përshtypjen që trotuaret po lihen komplet. Për shkak se trotuaret duhet të janë, ndërsa ne si shoqëri duhet kuptojmë se secili paraderës tonë duhet me dalë në sheshe për shkak në rrugë publike. Po në rrugë publike kjo është përgjegjësia e institucioneve
cilat merren edhe kanë mandat për me pasur edhe një diçka që moni shumë përshtypje për shkak këto ditë patëm për shkak të këtyre vërshimeve, i patëm rastin me i pa disa video, fotografi ku njerëzit u futën aty, nuk e di, ishim brenda veturave të tyre dhe duhet të evakuoheshin në një farforme nga vetura. Pra, ju e kishit, me sa pashë, e kishit edhe një poster me disa rregulla se si të evakuohemi. Saksisht, kjo çështja e fundit më duket ishte kjo. Është një tjetër. Po. Do më thonë, rreth vërshimeve në e pam këtë, mirë po, duke mos qenë në njësi fushës, nuk jam inxhinieri hidrës dhe shumë më pak i kuptoj këto. Mirë po, si duket vinë pasoj apo nga ajo që kam dëgjuar në përmjetit informimi, vinë si pasoj mbylljes së kanaleve të cilat i pranojnë i absorbojnë këto ujrat e rreshjeve atmosferike. Dhe ato duhet pastron verës dhe jo dimit. Ajo po, absolutisht po. Dhe unë të banoj në Dardani. Jo veç të pastron, po edhe të mos hudhët më dhe mjetë. Unë banoj në Dardani dhe nëse ne qytetarët nuk dalim banorët e lagjes të bashkësia tretë lokale, cili do të qëllon prej neve, me pastru një poset atë, atëherë neve ka bashkësia lokale, ka shkolla Dardanis nuk mund të kalojnë këmsorët fare. Pastaj është kjo tek stacioni autobusave që veç e pamë për media. Ajo gjithmonë, për shkak se është një më ullët, dhe gjitha rrjedhat e ujit të zëm nga arbëria dhe nga pjesët tjera ku janë më lartë, krejt vinë dhe është pika më ullët dhe krejt vinë rrjedhjat aty. Dhe ajo duhet jetë vazhdimisht e pastruar në mënyrë që të arrijë të absorbojë këto ujrat të cilat vinë si pasojë e rreshjeve. Dhe prandaj aty na ndodhen shpesh mbesin edhe automjetet bllokohen dhe lërë më që këmbësorët nuk mund të kalojnë. Është ajo ura i nën kabinja. Ajo gjithmonë është e lashe për dallim për rrugëve nacionale dhe rrugëve. Ajo është një problem tjetër, edhe është një problem tjetër që po gjuhet fajt e ministria, faj, nuk e di, po se ajo është rrugë regionale, duhet të pastrohet të mirëmbahet nga ministria. Po këto janë caktuar me ligj, domethënë, çka i takon ministrisë, çka i takon secilit të kryejnë detyrën e vet. Nuk ka keqet nëse të dy institucionet bëhen bashkët në një detyrë. Për shkak se është interesi i qytetarëve. Le të kemi asi përzierje të kompetenca për të mirë. Për të mirë, po. Për të mirë. Sa më shumë bëjmë thirrje. Në rastet e evakuimit me ti. Domethënë kur vetura është në ujë, pothuajse ose gjysmë në ujë ose gati që po zhytet në ujë. Je brenda vetëm ose edhe me dikë. Sa më shpejt të hapën dritaret dhe të kërkohet ndihmë se nuk nëse është e hapur lart, është lehtë. Po, për shkak se niveli i ujit nuk është që vije shumë shpejt, domethënë, në shumë shpejt në kuptimin drejtit i merr veprimet. Mirë po komunikimi është bazë, është njëra prej thirrjeve që të komunikohet. Donë përveç që të përcillen këshillat e institucioneve, të komunikohet mes vete për aq sa është e mundur të komunikohet. Dhe jo të mos komunikohet dhe me thonë unë e kaloj këtë pellë këtu, e kaloj këta ujë, nuk është problem. Për shkak se në momentin që hyn ujë në motor, në nivelin e motorit, ai fillon edhe me natyrisht edhe motori ndalet. Dhe më vonë vjen për me hyrë në brenda në kabinën e automjetit. Dhe duhet që të jemi pak të vëmendshëm që të mos hyjmë. Nuk ka hyrë as një kerr, mos provo as ti me hyj. Domthonë më njanoja dikon largoja automjetin që mos me pengue rrjedhën e trafikut dhe siguroja veten. E para është për ta siguruar veten. Pra mos e ruaj veturën më. Tash bëhet fjalë për jetën tonë. Vetura është në shërbimin tonë, domethënë. Pavarësisht sa shtrek mund të jetë në atë rast. Po, ashtu duhet veturën dhe shpëtoj veten. Ta trajtojmë. E poshta një diçka mbani përshtypjen në një prej pikave që shkruaj ta keni një batanie me vete, ta keni një dritë me vete dhe nuk e di çfarë. Pikërisht është kjo ajo çka tham për shkak se nuk e din sa gjatë kimë mbet. Mund të ndodhë që nëse jemi në vise malore, ndonjë rrugë nacionale kalon të bllokohesh krejt në rrugë. Dhe prandaj duhet pyeta pak më që thash pak më herët jemi sigurinë e naftë, benzinë, dizel, çka ka dhe pa ashtu batani për shkak se nuk e din sa gjatë do të qëndrosh. Ajo është ideja. Domthonë që ti kesh të paktën këto pajisje me vete se nuk din sa gjatë. Domthonë karburanti ka filluar me ra poshtë, nuk mundesh me majtin automobilin ndezur. Kështu që këto duhet bën këto para përgatitje, këto thirrje nuk janë, siç e thash në fillim të bisedës, po thjesht janë si thirrje ndërkombëtare që dalin dhe ju drejtohen. Edhe janë logjike, edhe janë logjike dhe ju drejtohen institucioneve të sigurisë. Meqense AMRKS-ja për vite është marrë me këto, thjesht e kemi pa të rrugës që të ulemi dhe
përshtasim në gjuhën tonë dhe thjesht i drejtojmë shoqërisë dhe komunitetit për t'i marrë për bazë në mënyrë që të rrisim sigurinë e secilit prej pjesëmarrësve në trafikun rrugor, por edhe të qytetarëve të vendit. Qa nuk duhet, Simon, nuk duhet të bëhet fare kompromis? Gomat e dimit janë pa kompromis? Kompromis nuk ka. Gomat e dimit janë absolutisht të nevojshme në kushte, po nga njëherë kur kemi shtresat të akullit as gomat e dimit nuk kryjnë punë, po të paktën ligjërisht mbi bazën e konventave ndërkombëtare periudha që është për ndrimin e gomave të respektohet. Këtu organet policia e Kosovës nuk duhet absolutisht të bëjnë kompromis me askënd, për shkak se nuk është problemi vetëm që ti e rrezikon vetëm, mirë, po i rrezikon edhe pjesëmarrësit e tjerë në trafikun rrugor. Duhet me njoftë këto kerrin, secili prej ngazave. Unë pisho tash për automjetet e reja, prodhimet e reja, thjesht nuk e din çka është kjo ABS-i, nuk e din çka është ESP-a, nuk i din këto, thjesht praktikoj këto. Praktikoj në një hapësirë ku nuk e pengon të tjerë, nuk e rrezikon veten, edhe mësoj këto, për shkak se janë veprime që duhet me i ditë dhe janë në bazë të përditshme, sidomos po këto janë edhe në periudhat kur s'kemi mot me borë, në përgjithësi këto duhet i dinë. Okej. Mes shumë faleminderit që erdhe sot. Shumë kënaqësi edhe po besoj kemi marrë informacione shumë të dobishme edhe për shikuesit. Faleminderit. Do t'ju bëja thirrje bashkë edhe ju dhe gjithë ne që t'jemi sa më sigurt, sa më vigjilent dhe për shkak se nuk ka hajgare me sigurinë rrugore, sepse është në pyetje jeta jonë edhe pjesëmarrësit e tjerë. Edhe të tjerë, ato që po e thonë me shumë të drejtë. Mirë, faleminderit shumë edhe një.